Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se erdhët në Mishtinia Podcast. Një vit i ri që na pret me përplot mysafir të ndryshëm nga sfera të ndryshme, me qëllim që të ngrisim vetdijen dhe të jemi në shërbim të fesë në çdo aspekt. Sot me mua kam kënaqësi të veçantë që të kem një mysafir nga një fushë krejtësisht ndryshe nga ajo që na jemi mësuar që të shikojmë dhe të ndëgjojmë. Bëhet fjalë për zotrin Jeton Jusufi, një aviator nga Shkupi që neve na bën krenar, dhe një bisedë me të besoj që do të jetë një bisedë e fritshme. I nderuar Jeton, mirë se erdhe në Mishtinia Podcast. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem me ju. Gjithashtu edhe për ne është një kënaqësi e veçantë që ti jesh mysafiri jonë i parë për këtë vit 2026, duke shpresuar që të jetë një vit i begatshëm edhe për Mishtinia Podcast, por edhe për të gjithë njerëzit. Prandaj zotëri Jeton, në fillim kisha dashur që na shpjegoni rreth vetes juaj se kush është Jetoni dhe çfarë bën momentalisht. Patjetër, shumë faleminderit edhe një herë për ftesën. Uroj që ky vit jetë i mbarë për gjithë ne. Inshallah. Unë jam Jeton Jusufi, jam i lindur dhe i rritur në fshatin Qelon, komunën Sarajt, shkollën fillore dhe të mesme, njëkohësisht këtu i kam përfunduar gjithë. Jam 24 vjeçar momentalisht. Momentalisht jam duke jetuar dhe vepruar në Republikën e Turqisë, atje po zhvilloj karrierën prej një aviatori profesionist, gjithsesi një pilot i linjave ajrore, apo siç i njihen me termin oficeri i parë. Kjo punë ka nisë diçka shumë, muj me thonë fillej se kanë qenë interesant, shkoku që fillimisht unë kam fillu normal si çdo fëmijë që ka atë ambicien për mu bën të ardhën një pilot, po me kalimin e kohës këto ambicie dhe shuhen, nuk kisha thënë bile shuhen, por ndoshta arkivohen më një qosh, apo me kalimin e kohës duke po që ne kemi ardhur për një sfere pak më të ndryshme, njëkohësisht edhe në kohën e historisë që ne kemi pat, pakës si profesion ka qenë superior që për mendimin tim është pak gabim. Shkaku që përderisa është si një profesion, nuk ka bariera që nuk mund të bëhet ai si profesion. Edhe pas asaj fillimi i shkollës fillore, domethënë edhe këto ëndra normal vazhdojnë, por nuk do të thotë që kishin atë drejtimin që do të realizohen, normal, falë Zotit që gjithçka shkoi si duhet. Pas asaj unë fillimet e para i pata kur fillova dhe fakultetin, edhe pakës, si me thonë, atëherës diapazoni pak u qel ma shumë dhe ma tepër nisa të mendoj për këtë aspekt. Edhe normal, çdo send përderisa jetoj në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pak informacioni është i kufizuar në këto aspekte. Shkaku që fillimisht struktura organizative në Republikën e Maqedonisë së Veriut, cili ofron këto lloj trajnime, nuk ekzistojnë apo ekzistojnë shumë me pakic. Edhe normal, sa më pak të ketë struktura të kualifikume, aq më pak është edhe rrjedhja e informacionit nga këto. Po me kalimin e kohës normal kur vjen në njerëz të cilët mundohen që të japin atë orientimin që duhet, atë orientimin që edhe ti e kërkon normal, arrita që të vinë në atë përfundimin që fillimisht në Republikën e Maqedonisë nuk ekziston një trajnim i tillë nga organizatat vendore normal, dhe patjetër ishte që kaja të merret me një organizat të jashtëm, ku unë atje bëna trajnimin njëkohësisht edhe mora trajnimin adekuat për të bërë një pilot i linjave ajrore, njëkohësisht tash momentalisht ushtrej dhe profesioni si oficer i parë në një kompani ajrore atje. Njëkohësisht edhe provimet edhe gjithçka licencimi u bë atje. Bukur, Jeton si pasqyrë, besoj që ke shumë për të folë rreth vetës, por më intereson pak ajo pjesa e fillestare se për shembull the që e ke pas brenda, mos thom non stop, po gjithëherë e ke pas në vetdije që një ditë do të bëhet kjo. Por ajo ideja prej ku edhe lindi dhe nisi dhe filloi që ti më tamam të lidhesh me këtë profesion, më intereson kjo pjesë. Nëse ke ndaj gjë të tillë për të shpjeguar për publikun se si lindi konkretisht ideja. Patjetër që po, fillimisht ajo ideja për të bërë një pilot, apo faktikisht një farlloj vozici i fluturakeve, lindi nga ajo pjesa që
në kohën që ne kishim edhe disa zjarrvënja domethënë ka pjesa jonë që jetojshim atje dhe zakonisht I shifshim këto helikopterat e Ministrisë Punëve të Brendshme të cilët domethënë kontribojshin për shuarjen e aty në flagëve. Edhe me kalimin e kohës, normal, thash, ne nuk e dishim edhe si term se çfarë termi është ajo. Domethënë nuk e dishim që personi që merret me këtë çështje apo që e piloton atë fluturake ka emrin pilot. Por me kalimin e kohës, domethënë fillon ato gajlet tjera apo brenga tjera siç është shkolla fillore, dhe normal kjo ëndër pak nisi zbehet. Shkaku që anës tjetër është edhe pjesa financiare. Edhe muj me thon kriteri kryesor që kërkon këtë. Pas asaj domethënë filloi shkolla e mesme. Pas shkollës mesme domethënë orientimi ishte pak ndryshe nga kjo, por çdo herë domethënë mendja ishte atje, edhe shumicën e projekteve të cilët I bëshim shkollën e mesme, kishin bëjnë ndoshta jo drejt për drejt me këtë, po me këtë si profesion apo si lëmi apo si fush, çdo herë ishin në lidhje me këtë. Edhe normal, me kalimin e kohës, fillimi I fakultetit, atëherës pakës alo më tepër kjo do psohet. Shkaku që atëherës faktikisht ti fillove diçka tjetër, se nuk ka vënë. Po, është e vërtetë, është inxhinieria e ndërtimtarisë, edhe fillimi I kësaj, domethënë kur fillon kët, atëherës definitivisht atëherë kjo zbeja fillon edhe më e madhe tjetër, shkaku që jeta merr një orientim tjetër. Po, merr një orientim shumë të saktë se në të ardhmen çfarë do të ndjekish. Por me kalimin e kohës, domethënë, interesimi edhe kjo çështja e fakultetit, kur fillon fakultetin atëherës njeriu pakës njofton njerëz të ri, pak diapazoni hapet më shumë, informacione më tepër. Po, informacioni shumë më I tepër. Njëkohësisht hulumtimi vazhdon edhe më tepër. Edhe pas asaj atë njoftimin e parë me një aeroplan të vogël apo aeroplan të lehtë, si themi ne, ka qenë në Shkup në aeroportin sportiv në Stenkovec. Edhe atje domethënë unë nuk kënë domethënë në atë pjesë as pak, thjesht duke kaluar pa ta pa dhe thash që këtu mendoj që mund të marr ndonjë informacion. Mund të marr ndonjë informacion për personave të cilët janë adekuat. Edhe pas asaj kur shkova atje, ta bëj një bashkëbisedim me persona të cilët ndoshta ishin pronar apo përgjegjës të atij aeroklubit, edhe pak më dhanë një orientim të saktë. Fillimisht orientimi I tyre ishte që në rast se unë do të marr një licencë private të pilotit apo PPL license, atëherës pas një problem atë punë ta bësh edhe në Republikën e Maqedonisë. E kam fjalën ta bësh në Republikën e Maqedonisë në organizata vendore, për shembull që janë certifikuar si operator të licencuar nga Agjencia e Aviacionit Civil në Republikën e Maqedonisë. Po më thanë që pa marr parasysh që e ndjekën këtu, ki më bën një shpenzim këtu. Jo një shpenzim shumë I vogël, domethënë një shpenzim nga 11 deri në 17.000 euro. Është goxha për një klasë shumë të madhe të banorëve ose shtetësve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, është një kosto shumë e lartë. Më thanë që patjetër ti në rast se don shembull me ndjek një ëndër prej aviatori profesionist, patjetër duhet të kërkosh ndonjë organizatë e jashtme, e cila mund të operojë në Republikën e Maqedonisë, por patjetër duhet të jetë e licencuar nga një shtet I jashtëm. Domethënë të ketë atë kapacitetin, të ketë kuadrin e nevojshëm I cili mund t'juve t'ju licencon për një aviator profesionist të ardhmen që ju të vazhdoni karrierën në linjat ajrore. Duke hulumtuar tregun Republikën e Maqedonisë nga organizata vendore, kjo ne nuk ishte mundshme as pak, edhe sot e kësaj dite fatkeqësisht nuk është e mundshme. Edhe patjetër atëherës orientimi u zhvillu më një drejtim tjetër. Orientimi ishte Republika e Turqisë. Mas disa kontakteve në Republikën e Turqisë. Njëkohësisht fillimisht kontaktin e parë ishte ai që e bëna në Shkup, mas asaj domethënë vazhdova kontaktin e ditë nga orientim që e mora e bëna në Republikën e Turqisë, dhe pas asaj, pas mbledhjeve të dokumenteve të cilat ishin nevojshme për atë pjesë, aplikova në Republikën e Turqisë. Aplikimi është bërë në mënyrë online, pra nuk u lejoft aplikimi me dokumente fizike. Ishte një periudhë pak stresuese sa I përket kësaj, shkaku që ka më kanë gjithçka në rregull apo jo. Edhe kuadrantët për student ndërkombëtar ishin pak shumë të ulta, edhe fatkeqësisht prej vitit që unë konkurova deri tash momentalisht nuk është hap edhe një kuadrant I ri për student ndërkombëtar. Normal, në rast se doni pak si privatisht ta bëni atë shkollën e fluturimit, normal ka kuadrant, ato nuk mund t'ju marrë askush atë drejt, po në rast se pak të shmangni atë pjesën e tarifave të mëdhaja,
momentalisht ky kuadrant në bazë një rregullore të autoritetit të aviacionit civil në Republikën e Turqisë është i ndaluar. Shkaku që me sa e di kuotat janë të mbushta deri tash, derisa normal të kalon ato limitet të cilat i ka vendos autoriteti i aviacionit civil, edhe normal do të ketë prap. Po edhe pas asaj filloi ai problemi, shembull që në rregull dokumentat u pranu, filloi problemi tash faza e seleksionimit, shkaku që ndoshta kandidatë të cilët kishin aplikuar nga shumë vende, po njëkohësisht më thonë që atëherës kur kemi shkuar ne ishim diku në 108 persona ose më tepër, më thonë, cilët kishim aplikuar për këtë. Edhe tash është shumë e logjikshme që një linjë ajrore apo një akademi e fluturimit nuk mund t'i pranon gjithë, se shkaku që i plotson kapacitetet. Edhe kështu që fillon faza e seleksionimit, shembull, ki më i mirë ose ki pak më i dobët ose ai shumë më i mirë. Edhe pas seleksionimit ndodhi në Stamboll, afërsisht afër 2 deri 3 javë pasi i kompletova dokumentet gjitha, seleksionimi filloi në Stamboll, gjithsesi në Bakırköy, atje ishte pjesa e cila neve na orientojte se çfarë duhet bëmi, kompania e cila na e i dha këtë si mundësi, na rezervoi domethënë gjithçka nga Shkupi për në Stamboll. Seleksionimi ka zgjat afërsisht 3 muaj, mos edhe më tepër. Në bazë seleksionimit kemi të bëjmë seleksionimi ishte për qenë në pjesën e seleksionimit ishte ne duhet të kesh kapacitete të mira psikofizike. Shkaku që kishte të bëjmë me përqendrimin e memorjes, njëkohësisht shpejtësia dhe njëkohësisht saktësia në këto përgjigje, njëkohësisht edhe gjuha angleze, edhe kjo ndoshta mund të them që është një barierë pakës më kryesore, shkaku që gjuha angleze e cila përdoret në përditshmëri në aviacionin civil nuk përdoret, shkaku që ka një terminologji shumë të ndryshme nga gjuha standarde e cila e përdorim ne si gjuha angleze, apo e cila mësohet edhe nëpër shkolla. Patjetër duhet ka disa kategori të cilat i kërkohen nga linjat ajrore dhe janë kategori ndërkombëtare, të cilat njihen ndërkombëtarisht. Edhe pas asaj, domethënë pas këtij seleksionimit i cili u bë, edhe më i fundat është ndoshta edhe më vendimtarja më thonë, është edhe intervista me bordin e akademisë, po njëkohësisht edhe linjës ajrore e cila juve do t'ju marrë në trajnim të ardhmen. Kjo intervistë ka të bëjë me çështje teknike, domethënë. Për shembull, si quhet vendi ku parkohet aeroplani, çka është aeroporti, çfarë punë bën domethënë kulla e kontrollit ajror, çfarë punë bën një pilot, cilat do të jenë pritshmëritë tona për ju në të ardhmen, për shembull, pas 20 vjetëve në kompaninë tonë, ku do ta shihni jo vetëm. Edhe konkretisht këto ne janë pakës pyetje, si më thon, janë pyetje të logjikshme se sa pyetje teknike apo teorike. Se ju do të faktikisht të tregoni veten atë intervistë që ju jeni më i miri dhe ju jeni ato të cilët personat fjalë duhet t'ju zgjedhin juve, a kupton? Edhe për këtë arsye ka disa të cilat... Keni pasur jeton edhe prej, që ndërpres për shembull, keni pasur edhe Maqedoninë që në këtë konkurs? Po, i kishim prej Maqedonie kanë qenë edhe 3 persona tjerë, po fatkeqësisht një prej tyre kaloi gjithçka në rregull, por me kalimin e kohës tash nuk kam qejf domethënë me dhënë ndonjë informacion të gabum, nuk e di pa ndërprerje të kontratës nga ana e tyne apo nga vetë personi, fjalë këtë nuk e kam informacione, kurse 2 gjatë fazave të seleksionimit, një si pasojë e mos përmbushjes kriterëve me anën e dokumentacioneve pa disa probleme, nuk mundi t'i dorëzojnë afat të caktuara dhe automatikisht eliminimi u bë automatik, domethënë as nuk u shqyrtu si rast, kurse tjetri njëkohësisht në fazën e seleksionimeve te testi psikoteknik që ne kishim ne, fatkeqësisht nuk arriti domethënë edhe për shansën e dytë cilën e pat, nuk arriti domethënë ta kaloj me një numër jo shumë të madh pikeve, dikundi 2.1 me sa e di diçka, nuk jam shumë i sigurt, ama e di që për një numër shumë pak të pikësh nuk arriti. Për 100 vetëm thonë jeton sigurisht ka për 100 vet dikundi në fund ishim dikundi te 27, po njëkohësisht në gjeneratën tonë nuk ka pat shembull thjesht edhe ndërkombëtar, ka pat edhe nga vendi Turqisë. Patjetër, po. Ishte me një fjalë ishte edhe si projekt nacional për ndërkombëtar. Faktikisht kjo neve na ndihmoi që edhe
shumë më mirë të njohim edhe kulturën e një shteti tjetër, të njohim edhe gjuhën e një shteti tjetër. Shkaku që unë kur kum shku fillim në Republikën e Turqisë, fatkeqësisht unë nuk dija edhe një fjalë vetëm në gjuhën turke. Po tash me kalimin e kohës, komunikimi me kolegë që i kishim në shkollë, komunikimi njëkohësisht me profesorë Patjetër, që ajo më vetë e rrit. Po shkaku që profesorët gjithë ishin nga Republika e Turqisë dhe kjo me kalimin e kohës normal tash fillimisht ti kur shkon atjene gjuhën ki me fol edhe me gabime, kjo është shumë normale. Normale, po. Edhe me kalimin e kohës normal duke u korrigju nga ato të cilët thoshin dhe me kjo nuk është kështu pakës kështu do ta rregullojsh. Edhe me kalimin e kohës, po patjetër pas asaj para punësimit në kompani si detyrim më thon, po njëkohësisht edhe si privilegj ishte ta mësosh edhe gjuhën turke ku pas para një 7 ose 8 muajve, nuk jam shumë i sigurt tash, u certifikova edhe me nivelin C2 të gjuhës turke. Po, edhe kjo normal, pas asaj faktikisht gjuhën turke e kjo akademike dhe pas një problem tash komunikimi si zyrtar, pashtu dhe komunikimi kolektiv është shumë më i lehtë. Po. Patjetër. Pasi që besoj që masi kësaj selektimit ka vazhduar edhe pjesa tjetër e shkollimit deri se të arrini deri në këtë fazë që të bëheni një aviator. Besoj që cilat janë ato sfidat kryesore që i keni pas gjatë pjesës tjetër, do të kisha thënë të shkollimit, trajnimit për të bërë një aviator profesionist. Pjesa tjetër, dhe kjo është shumë më e rëndësishme, një pyetje shumë e vend, është pjesa unë kisha thënë që këtë pjesë apo këtë kategori të sfidave kisha ndonë në 3 pjesë. Pjesa e parë është seleksionimi, vetëm për këtë folëm. E dyta është pjesa e cila për personat të cilët para se me orientu në pjesën e aviacionit civil kanë qenë personat të cilët shumë nuk u kanë marrë me vetën. Në atë aspektin jo nuk u kanë marrë me vetën, shembull, nuk kanë bërë diçka për veten, po kanë qenë personat të cilët pak nuk kanë pas disiplinë në atë pjesën se si ta trajtojnë kohën sidomos. Edhe këtë ta mëson shumë mirë aviacioni civil, domethënë kërkon një disiplinë. Me thonë, me plot kuptimin e fjalës, një disiplinë ushtarake. Shkaku që kërkon disa kushte. Për shembull, edhe tash unë kur operoj nga shkolla e fluturimit deri tash ku operoj në kompani. Domethënë ka disa disiplina si për shembull si duhet me të duket edhe uniforma. Edhe kjo me kalimin e kohës juve ju bën pak më strikt në disa rregulla. Shembull, nuk i merrni punët vetëm i sos edhe mbarojmë. Po për asaj pune normal duhet ta përfundoni, po edhe të mësoni diçka. Kjo është faza më kryesore që domethënë mëson një disiplinë edhe për ato të cilët nuk kanë pas një kontroll mbi veten më herët. Kjo është një fazë pak e rëndësishme, por njëkohësisht edhe sfiduese për mua bë. Anës tjetër është edhe normal pjesa e trajnimit, sidomos trajnimi teorik, është një trajnim stresues sinqerisht, sidomos në rast se nuk vini në atë kohën që kolegët, po njëkohësisht edhe profesorët nuk ta japin atë orientimin e tu. Njëkohësisht aviacioni civil është një det shumë i madh. Edhe ne nga jo marrim disa pika ujë vetëm. Shkaku që nuk mund të bëhemi gjithdijshëm, po ato që na nevojitën do të mësojmë. Edhe për mi marr ato pika ujë, edhe për me ditë cila pikë ujit është e sakta, patjetër duhet edhe një hulumtim shtesë nga vetë ju. Edhe kjo është një sfidë tjetër plus shkaku që ato hulumtime të tjera dhe atë teori apo atë çështje që ta jep shkolla vetëm është shumë problematike të merret edhe nga çka jep shkolla ata mësosh edhe mbanë më veti. Kjo nuk është as pak e preferueshme jo vetëm në profesionin ton si aviator, por edhe në profesione të tjera. Shkaku që ai është thjesht një orientim, kurse për me kanë diçka më tepër, patjetër do të bësh hulumtime shumë më të mëdha, shkaku që në të ardhmen, shembull pas 6 muajve trajnime, fillojnë edhe testimet që do të bëhen në autoritetin e aviacionit civil, që është minimumi për t'i marrë, domethënë duhet 75 pikë. Edhe kjo është një sfidë shumë e madhe, shkaku që ka disa kontrolle të rrepta para se me hi në provime dhe me thonë me plot kuptimin e fjalës, nuk tolerohet edhe pjesa më e vogël. Nëse është puna edhe për një decimale të pikëve, nuk tolerohet. Sidomos në 4 provimet e para, për ato nuk ka as pak diskutimi. Kjo është një sfidë tjetër, por njëkohësisht është edhe një stres. Plus, shkaku që njëkohësisht përderisa hyni në këtë profesion, ju jeni një person i moshës madhore dhe asnjëherës mos pritni dikush t'ju thotë kape librën mëso. Kjo është obligimi juaj. Edhe kjo është një sfidë shumë e madhe, shkaku që duhet ta trajnosh veten që unë patjetër duhet më mësu. Sfida e tretë është edhe sfida praktike, shkaku që
fillimisht ajo sfida më e madhe është njoftimi me avionikën e një aeroplan. Edhe sado që t'jeti vogël, ai prapë është një fluturak, edhe ajo, domethënë nga toka dhe qielli dallon shumë. Edhe qielli është një hapësirë shumë e madhe e cila t'jep edhe sfida të papritshme, që ti nuk mund t'i parashikosh. Ne është e vërtetë kemi një plan fluturimi gjatë fluturimit. Po ajo është thjesht një orientim, por edhe është diçka që nuk mund juve t'ju garanton që keni me hip në ajër apo keni me nis një fluturim, do të shkojë gjithçka perfekt. Shkaku që plani fluturimi nuk tregon që do të keni një avari teknike në aeroplan. Edhe kjo është një sfidë tjetër. Por pa marrë parasysh cilat janë sfidat. Kur është ai qëllimi i qartë se çfarë doni të bëni, asnjëse nuk mund t'ju ndaloj. Pa marrë parasysh sa do mund të jenë barierat. Po pak para kësaj, siç e thash, duhet një disiplinë të mirë këtë, edhe të keni qartë se ku doni të arrini të ardhmen. Shembull, kur ta nisni, të dini edhe pikën, nëse nisni punën nga pika A, ta dini që në pikën B ku do të përfundon. Kjo është ajo e cila muj me thonë që sfidat janë nuk do të thotë që vetëm në trajnim. Edhe tash kur e zhvillon karrierën e një aviatori profesionist, çdo herë sfidat janë atje në përcjelljen e juve dhe muj me thonë ta ndjekin hapin, që në rast se pak e keni atë problemi dhe ndaloni. Sfida do t'ju kalojnë juve dhe automatikisht dështimi është i pashmangshëm. Po. Kjo është e tërë sa përket kësaj sfidës. Më intereson edhe për këtu edukimi dhe niveli i edukimit në fushën e aviacionit tonë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Besoj që është një pikë jo ajo që e dëshirojmë edhe ne ndoshta. Fatkeqësisht, me shumë keqardhje po e them, Republikën e Maqedonisë së Veriut, duke pa që Maqedonia e Veriut, duke mos e përfshiktur Republikën e Kosovës, është një shtet i cili u nda nga Jugosllavia apo nga regjimi jugosllav. Edhe duke i pa shtetet tjera të cilët ka qenë pjesë e këtij regjimi, kanë arrit sinqerisht në këtë aspekt rezultate mbreslënëse, kurse Maqedonia e Veriut ende nuk është u ecë në këtë drejtim, jo të vrapon. Dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme sepse fajtori kush është këtë nuk mund ta caktojmë ne. Përderisa Republika e Maqedonisë së Veriut si një shtet pa marrë parasysh që është i vogël, nuk e ka një strukturë të licencume e cila ofron trajnime që studentët nga Maqedonia e Veriut mos ikin jashtë shtetit. Kjo është shumë problematike, tepër problematike. Edhe njëkohësisht çdo student që del nga këtu, studion jashtë shtetit, njëkohësisht e para pikës sinqerisht është një barë shumë financiare për vetë studentin, por edhe për familjen e tij. Shkaku që kushton pare të majme për vetë se trajnimit. Studenti atje duhet të ketë shembull një banesë ku të jeton, po duhet të ketë faturat, po duhet të ketë ushqimin, po pjesa tjetër shembull duhet pajisje teknike për atë. Dhe kjo është shumë problematike. Nuk është vetëm çështja e trajnimeve të aviatorëve të rinj në Republikën e Maqedonisë. Republika e Maqedonisë në këtë fushë ka probleme të theksuara edhe në çështjen e infrastrukturës të përgjithshme në aviacionin. Për shembull, kemi edhe Agjencinë për Shërbime Navigimit Ajror në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e cila momentalisht operon ende me instrumente të cilat edhe prodhuesi që i ka prodhuar ato instrumente më nuk ka pjesë për to. E kuptoni, janë instrumente shumë të vjetra. Njëkohësisht nuk ka një radar dytësor apo një radar muj me thonë rezervë në rast se kemi defekte të radarëve, siç ndodhi. Patjetër duhet përdoret rregulli separacioni, domethënë ndamja e niveleve të fluturimeve. Kjo shkakton vonesa. E këpotëm edhe rastin tjetër me prezencën e mjegullave, pra nuk ka instrumente për atërime në dukshmëri të ulët. Kjo është pikërisht, kjo është çështja që edukimi është shumë i ulët në këtë pjesë, apo edhe informacionet janë shumë të ulta në këtë pjesë. Sa i përket kulturës së aviacionit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nuk isha thënë që kemi një kulturë të varfër, por kemi një kulturë mesatare, që nuk është e kënaqshme, është mesatare, por nuk është e kënaqshme, po sa i përket nivelit të edukimit në këtë aspekt, pa marrë parasysh a është pjesa për pilotët apo për stafin i cili merret me kontrollin e fluturimeve, është definitivisht shumë e ulët. Dhe për këtë mendoj do të jetë një plan primar i autoriteteve të Republikës së Maqedonisë që të merren pakës më shumë me këtë pjesë, sepse momentalisht sinqerisht në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka persona të cilët janë adekuat, ka njerëz shumë të mirë të kësaj fushë, të cilët mund të japin
atë kontributin e vet për të zhvilluar diçka shumë e mirë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Po anës tjetër është edhe çështja e financave, shkaku që edhe shumica e organizatave apo strukturave të cilat kanë qef apo i plotësojnë kushtet për licencim, për të bërë domethënë një strukturë e cila do të japë trajnime për aviatorët e ardhshëm. Nuk e bën këtë. Arsyeja është që mungesa e investimeve. Shkaku që një prej këtyre investimeve është edhe në rast se ajo licencohet për atë punë. Është një pikpyetje shumë e madhe se kush do të shkojë të marrë trajnim atje. Shkaku që edhe për këtë arsye shteti duhet pakës të marrë një orientim këtë aspekt dhe pse jo të ketë edhe bursa për këto drejtime. Për shembull, shteti të mlon një pjesë të kostos e cila i nevojë të trajnimit. Njëkohësisht apo të ketë edhe një punë shtesë, për shembull, pas përfundimit si e bën Republika e Turqisë, pas përfundimit të shkollës, automatikisht ato persona domethënë ti punson në institucione shtetërore, ka vende shumë të mëdha, për shembull Agjencia e Aviacionit Civil apo aeroplani qeveritar, siç është. Ka shumë sektore që mund ato të kontribojnë. Edhe kjo na automatikisht ngrit motivin dhe vetëdijsimin e shoqërisë, po edhe të rive që të ndjekin në rast se e kanë ëndër këtë drejtim. Tash për shembull, sa është i gatshëm tregu jeton për shembull të pranoj pilotëri. A kemi një trek, do të kisha thënë, që ata do të gjejnë veten e tyre aty. Fatkeqësisht në Republikën e Maqedonisë edhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme, e cila nuk i përmbush as pa kriteret, shkaku që Maqedonia e Veriut, siç thash, po e lën njerëz Kosova më një, shkaku që Kosova e dim dol nga kthjetrat e luftës edhe kishte probleme të tjera që sa i përket infrastrukturës së aviacionit është shumë herë më e zhvilluar se Republika e Maqedonisë së Veriut, më thonë edhe sa shtetet në rajon. Kurse sa i përket çështjes së Maqedonia e Veriut është e gatshme të pranojë domethënë trek pilotëri, momentalisht në Republikën e Maqedonisë së Veriut ky trek ka mungesë shumë të madhe, shkaku që Maqedonia e Veriut nuk ka edhe një linjë ajrore nacionale të vetë. Për shembull, ishte më herët pa Air Macedonian, po ajo pas disa dështimeve në çështjen teknike, po edhe në çështjen e sigurisë. Nga viti 2001 sa e di, edhe ndaloi operimet dhe ju revoku licenca për operime dhe prej asaj kohe nuk ka një operator Republika e Maqedonisë përpos avionit qeveritar. Dhe kjo automatikisht rinin e zbraps, më me thonë, dhe thot për çfarë arsye. Për çfarë si duhet të krij, të investoj ose kjo është arsyeja dhe automatikisht rinia do të tërhiqet edhe automatikisht kërkon një bypass për një profesion tjetër i cili mund ta zhvillojë në Republikën e Maqedonisë brenda kufive shtetëror, njëkohësisht mund ta zhvillojë edhe afër familjes vet. Nuk do të ketë shembull nevojë të emigrojë jashtë shtetit, shkaku për të ndjekur ëndrrën e tij. Sigurisht edhe ju jetoni në Turqi, veproni për Republikën e Turqisë, përderisa e kilon vendlindjen. Kjo është një fatkeqësi shumë e madhe. Çdo herë po e them, të ardhmë në rast se Republika e Maqedonisë së Veriut zhvillon kushtet. Edhe zhvillon kushtet në këtë aspekt. Jo vetëm unë, por ka edhe shumë tjerë aviatorë të cilët momentalisht janë në fazat e trajnimeve apo janë banjo aviator profesionist. Jam i sigurt që edhe ato njëjtë si unë do të kthehen të kontribuojnë këtu pas një problem. Shkaku që po marr parasysh ne që jemi atje. Vendlinja jonë është kjo. Këtu e kemi në familjen, këtu ndoshta edhe gjeneratat tona pas neve kanë marrë këtu. Edhe për këtë arsye unë po them dhe do të them tash edhe një herë. Gjeneratat 10 viteve para neve dhe gjeneratat 10 vite pas neve që do të vinë, sa i përket këtij profesioni, janë lokomotiva që do të tërheqin vagona të tjerë që do të vinë pas neve. Edhe në rast se ne si lokomotiv ndalojmë këtë punë për me bë diçka të mirë për këtë vend ose për këtë territor ose për këtë shtet, atëherë automatikisht edhe vagona të tjerë që do të vinë pas neve e para pikës do të kërkojnë rrugën e emigrimit ose siç thash edhe më herët do të kërkojnë një bypass për një profesion tjetër, shkaku që do të shohin që tregu në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk i ofron kushte. Vërtet. Jeton për shembull përpos aspektit civil, besoj që ju trajnimin e keni realizuar edhe për avion të tjerë. Pra, jo vetëm për këtë pjesë ose ka një trajnim të veçantë për pjesën luftarake e kështu me radhë, domethënë. Sa i përket pjesës luftarake, për shembull, pjesa luftarake nga ajo civile pak dallon, shkaku që trajnimet luftarake nuk mund të merren në çështje private. Për shembull, nuk mund të merren një civil apo dikush tjetër i cili shkon, unë kam parë dhe kam e marr, po trajnimet luftarake zakonisht janë bashkëpunimi ndërmjet dy shteteve.
Për shembull, në rast se në Republikën e Turqisë jepën këto trajnime luftarake, Republika e Maqedonisë mund të zgjedh kadet, të cilët janë në kuadër të Ministrisë së Mbrojtjes dhe t'i dërgon atje për një trajnim të avancuar luftar. Për shembull, për trajnime për helikopter luftarak, për trajnime për helikopter kërkim shpëtimi, apo në rast se kish pat Maqedonia e Veriut flot për avion sulmues luftarak, si për shembull F-16 apo diçka tjetër, atëherë kjo është diçka lidhje ndërmjet dy ministrive apo bashkëpunimi i ndërsjellë ndërmjet dy shteteve për arsye të mbrojtjes, po njëkohësisht edhe për arsye strategjike politike mund të jetë. Po, domethënë aviacioni civil me ushtarak dallon, njëkohësisht nga aviacioni civil për të kaluar në ushtarak, patjetër duhet një trajnim pak më i avancuar, një trajnim që don pak më tepër shkathësi, mund të them, në këtë aspekt, edhe ka disa sfida pak më të repta, njëkohësisht edhe selektimi është më i rep, po në rast se jeni një aviator i një sistemi i cili vjen nga Ministritë e Mbrojtjes, çdo shteti apo sistemi ushtarak, shumë më lehtë mund të kaloni në aviacionin civil me shumë pak mund të më thon, shkaku që kushtet për mbijetesë në aviacionin luftarak janë shumë më të avancuar se në aviacionin civil normal. Edhe për këtë arsye, rast se keni një trajnim luftarak për të dalë në atë civil është shumë më lehtë se sa anastjelltas shkoni nga aviacioni civil në atë luftarak. E kuptova. Për shembull, jeton do të shkojmë pak me pyetje gjëra të thjeshta ndoshta do dokon ti, po besoj që për ata që na shikojnë, na dëgjojnë, janë interesante, si kisha thonë. Për shembull, një pjesë njerëzve bukur e madhe, për shembull kanë një fobi, një frikë prej avionit. Për shembull, ti si një aviator, çka i këshillu këtë pjesë? Unë ju kisha thënë aty në të cilët kanë frikë. Frika zakonisht për këto persona nuk është thjesht nga lartësia, unë mendoj. Edhe në base asaj që kam lexuar, nuk është thjesht nga lartësia. Është frikë nga vendet e mbyllta. Shkaku që aeroplani është një trup i mbyllët, edhe për personat në fjalë që ndoshta janë tultë edhe në mes të aeroplanit. Për shembull janë në karikët e mesme janë. Për shembull në karikën D, për shembull, është një pjesë ose në karikët tjera mund të jetë që cilët nuk kanë as pak shikueshmëri jashtë. Ose nuk kanë as pak një dukshmëri se sa lart është aeroplani. Ato kanë përsëri kanë një frikë. Kështu që në rast se ju nuk mund të keni frikë nga lartësia, në rast se nuk shihni atë, se sa nalt jeni prej saj. Kjo do të thotë që kanë një frikë nga vendet e mbyllta. Edhe kjo është shumë normale. Çështja për ta largu këtë, se kjo është një problem psikologjik. Për ta largu këtë, fillimisht ju preferoj që të konsultoni një psikolog, por edhe dita është të fluturojnë më tepër. Sa më shumë fluturosh, aq më shumë e shef që aviacioni si industri, më thënë, nga çdo mjet transporti tjetër, është mjeti më i sigurt deri tash, shkaku që ka disa kushte të repta që askush nuk mund t'i tejkalon këto, pa askush nuk mund t'i pakson këto, shkaku që kanë të bëjnë drejt për drejt lidhje me sigurinë. Ta jap edhe një informacion. Tash t'jem shumë transparent, t'jem shumë i drejt për drejt. Sigurinë 100% askund nuk ka. Në çdo lloj transporti, jo vetëm në çështjen e aviacionit. Aeroplani është i sigurt 100% vetëm kur është parku. Në atë moment që ai del prej atje dhe nis fluturimin, rreziku është potencial, rreziku ekziston, po stafi i cili e piloton atë në kuvertën e fluturimit, stafi i cili juve ju shërben pas, i cili nuk është vetëm për shërbim atje. Ajo është edhe për situata emergjente shumë mirë i trajnuar. Po njëkohësisht edhe pjesa tjetër nga poshtë i cilën neve na jep orientim, siç janë kolegët nga kullat e trafikut të kontrollit ajror. Jemi trajnuar që atë rrezik ta minimizojmë dhe ta bëjmë kontroll. Por ta bëjmë barabar me zero, nuk do të mundet dhe asnjëherë nuk do të mundet në të ardhmen. Kjo është e pakontestueshme, shkaku që për ta bërë këtë zero, edhe teknologjia më e mirë deri sot që është, mund të shtoj. Edhe çdo herë se them, ai sinxhiri më i dobët në hallkat e aviacionit civil është faktori njeri, fatkeqësisht këtë më thonë, edhe afër 70% të aksidenteve që kanë ndodhur si pasojë kësaj hallke, po kur i orientohemi kësaj, nuk do të thotë që gabimi ka qenë vetëm i pilotëve. Gabimi mund të jetë shembull edhe nga kulla e trafikut ajror. Gabimi mund të jetë edhe nga teknikët që merren me kontrollin apo inxhinierët e fluturimit që merren me kontrollin balansin e aeroplanit. Pra, rreziku ekziston, për këtë do të jemi të qartë, po nuk do të thotë që rreziku ekziston dhe tash panika do të jetë aty. Shkaku që çdo herës me rrezikun
ne kemi edhe një bypass tjetër i cili ne jemi ato të cilët e minimizojmë dhe e mbajmë kontroll. Po në rast se friga për fluturimit ekziston, patjetër që sa më tepër të fluturoni, aq më mirë do të jetë për ju. Faktikisht e mësoni psikologjinë që është normale. Është shumë normale dhe nuk është diçka e cila duhet juve t'ju shton panik. Përkundrazi, është një udhtim i cili sinqerisht juve ju ndihmon të menaxhoni stresin, shkaku që shihni bukuritë e natyrës, sidomos t'jeni afër dritarëve, shihni çfarë krijimi ka bërë Zoti dhe çfarë krijimi ka dhënë natyrë. Sinqerisht, sidomos ato që kanë fluturuar gjatë natës ose të fluturoni mbi Alpët austriak apo Alpët zviceran apo parasysh se ka ta shohni se natyra edhe Zoti se çfarë krijimi ka dhënë. Sinqerisht për këtë. Ta ktheni një po, edhe kjo për mendimin tim nuk do të jetë frikë. Kjo për mendimin tim është një kënaqësi, njëkohësisht është edhe një ulje stresi, nga ai stresi i përditshëm që juve ju jepet nga puna, nga jeta akademike apo nga problemet edhe familjare mund të jetë. Vërtet, jeton doja pak më private, si ndjeni kur jeni në kabinën e pilotit, ndjeni përgjithësi, atë qetësi ose si e menaxhoni këtë pjesën e brenda saj? Menaxhimi i kësaj pjese ne çdo herë më mend edhe një profesor janë na thonte që pas asaj dere kur jeni ju mund të keni probleme private, pa marrë parasysh ato cilat probleme, mund të jetë financiare, mund të jetë familjare, mund të jetë bashkëshortore apo pa marrë parasysh, por në atë moment që jeni nga kjo derë, askush për ju nuk është përgjegjës dhe askush për ju nuk është fajtori që ju i keni ato probleme. Ju duhet do të jeni të vetëdijshëm se çfarë po bën. Për shembull, një aeroplan që unë e pilotoj mund të marrë kapacitet deri në 189 vetë. 189 pasagjerë. Dhe ato askush nuk është përgjegjës pse unë shembull jashtë asaj kuverte mund të jemi pa suksesshëm ose jashtë asaj kuverte mund të kem probleme. Kështu që niveli i stresit duhet sidomos panikës duhet largohet automatikisht. Panik nuk ka. Brenda asaj kabine nuk duhet bëhet panik absolutisht. Niveli i stresit duhet të jetë i menaxhueshëm, shkaku që pa stres nuk ka. Kjo nuk mund të ndodhë, po ne e menaxhojmë atë, njëkohësisht ne edhe në rast se kushte shumë të jashtëzakonshme do të përballemi me vdekjen në ato momente, ne duhet të jemi të qetë që ta menaxhojmë atë dhe të bëjmë më të mirën që mundemi. Për ato 189 vetë pas neve, për ne, njëkohësisht edhe për të mirat materiale, sepse automatikisht një linjë ajrore kur ta beson ti një aeroplan, domethënë ta jep një buxhet miliona dollarësh. Edhe nuk përveç asaj që ki për jetën tënde, njëkohësisht ki edhe një dëmtim i cili shkon në kompanisë që ndoshta edhe asaj nuk i pëlqen, ose ndoshta ju mund bëni faktori i cili ajo kompaninë tërë mund falimenton. Edhe këto ne janë, po sa i përket çështjes menaxhimit stresit, ne faktikisht fillimisht kur e fillon, domethënë si profesion, nuk kisha thënë që stresi është pak ajo adrenalina, thojza çfarë jam të bëj unë, po me kalimin e kohës edhe ajo bëhet një farë lloj rutina, kupton? Edhe largohet ajo çështja, edhe faktikisht për ty më vetëm është një rutinë që duhet ta bësh. Është thjesht një punë. Po, nuk ke nevojë ta mendoj, shko kush e ka menduar, ti thjesht domethënë duhet aeroplani nga pika A në pikën B ta dorëzosh sigurt edhe kaq. Jeton ka ndodhur ndonjë situatë në fluturim që pas pak vështirësi, moment më i vështirë do të kisha thënë se ndoshta e keni në fillim karrierën kur jeni bërë më realisht. Sa i përket vështirësive, vështirësi teknike dhe pa marrë parasysh vështirësi tjera, deri tash fal Zotit nuk kam rastis. Jo unë, po inshallah Zotit askush nga kolegët e mi, cilët janë profesionistë më tash në këtë lëmi ndoshta edhe 30 vjeçare, po nuk kam qejf të rastis, shkaku që edhe si thash ne marrmi disa trajnime të cilët do ta menaxhojmë atë situatë në kushte ekstreme të jashtëzakonshme, po nuk do të thotë që ato trajnime çdo herë parashikojnë se çfarë mund të ndodhi. Edhe dim që ndoshta aviator më profesionist në përballje me këto kushte të cilat ja ka dhënë në ato momente koha, ka pat probleme dhe nuk ka ditë si të përballet. Edhe fatkeqësisht ka pat edhe aksidente me fatalitete. Por momentalisht deri tash jo, nuk ka probleme me pasagjer, ajo është diçka rutinë. Kemi pat shembull zakonisht problemet me pasagjer na nisin nga ato që kanë deportime nga shtetet tjera, për shembull nga shtetet e Bashkimit Evropian, cilët janë nga vendet e treta.
për shembull, njëkohësisht Republika e Turqisë për shtetet e Bashkimit Evropian ka dhe aplikon dhe viza. Dikush domethënë i shkel këto rregullat e vizave, edhe normal tash kur fillon deportimi i këtyre personave, edhe pse ne rrallë kemi që mund të merremi direkt me pasagerët, po ka pasagerë agresiv, të cilët shkaktojnë edhe trazira në aeroplan, nuk din të jenë qetë, ndonjëherë kalojnë edhe me fyrje, edhe ajo që ato dyshojnë dhe ato e kanë mendojnë që problemi është që ne ndikojmë në atë pjesën se autoritetet kufitare çfarë bëjnë atë. Kjo është shumë gabim. Ne nuk kemi askush që të ndikojmë në vendimet e autoriteteve kufitare, ne thjesht jemi një farlloj transportuesi që në rast se kemi dorëzuar në një shtet evropian. Ne e kemi detyrë që t'ju kthejmë juve prap atje ku ju kemi marrë. Në rast se ju nuk i plotësoni kushtet për me hyrë në atë shtet, apo i keni shkelë rregullat për hyrje në atë shtet, apo qëndrimin në atë shtet, pa marrë parasysh. Këto janë kushtet, këto janë ato problemet që zakonisht i hasim, edhe nga atje në ku unë fluturoj, për shembull Antalya, zakonisht problemet janë me vonesat, sidomos gjatë kushteve të verës, edhe ditëve të shtuna, sidomos këto janë problematike. Shembull, ka ndodhur që ke dalë nga shtëpia në orën 5 të mëngjesit dhe e kthej në orën 11 natës. Kjo është arsye që është e vërtetë i ke kalu çdo limit pune, është e vërtetë kjo, po patjetër e ke pa domethënë ta bësh këtë. Edhe kjo është arsyeja që na herës faktikisht ta bën një ditë stresuese, sinqerisht. Shkaku që tarmë momentalisht jo, po tarmë në shembull mund të shkaktojë edhe probleme familjare me familjen. Në rast se normal ke dikon i cili nuk mund të ta kuptojë këtë. Për shembull, unë muj me ta dhën fjalën sot kemi me pi kafe, po nuk e di që në dytin sektor ose në tretin ndodh një vonesë. Edhe në atë moment faktikisht ti del prej një kontrolle apo del prej një rutine që ke humb shumë plane. Edhe për këtë shumica e pasagerëve këtë duhet ta kuptojnë, mendoj që fajtor për një vonesë sa humbni ju, ne humbni edhe shumë më shumë se sa ju. Shkaku që ju, shembull në rast se pilotojmë nga një sektori parë, juve ju dorëzojmë në një destinacion, është e vërtet ju keni humbur 2 orë dhe nuk keni fajtor për këtë, keni drejt kompenzimin 100%, pa asnjë problem, po problemi është që ju e keni humbur vetëm 2 orë, po ne domethënë kemi sektorin e dytë, që automatikisht i kemi humbur 2 orë, sektorin e tretë 2 orë, u bën 4 orë, a kupton? Domethënë për ju në rast se është humbja 2 orë, për ne mund të jetë 8. Edhe kjo është ajo çështja që për ne për këtë muj me thonë, i kemi ato limitet që edhe nuk marim asnjë kompenzim. Faktikisht, ne duhet punojmë. Edhe kjo është ajo në cilat menaxhimi i stresit pak është më problematik edhe në të ardhmen me kalimin e kohës kur bën disa vite dhe duket problematike, dhe thotë ku e gjeton këtë punë me hi ose ka me lan, ka me shku shtëpi kjo. Ka sfida që domethënë dikush dorëzohet për shkak të këtyre gjërave. Sigurt, sidomos në rast se ajo në çështja në rast se personi fjalë më thonë është pasabër, e kupton. Mendon që tash në rast se i ka shkruajtur te plani fluturimit apo ta ajo në pjesa e kalendarit apo pjesa e ndarjes së fluturimeve, për shembull që komisos 4 sektor për 5 orë, aty për 5 orë i bën 8, ato në më këtë punë nuk e punoj, kam shkuar në shtëpi. Kjo është një çështje e cila paraqet problematika. Mund me thonë që edhe shumica momentalisht tregu ka nevojë për pilot, shumë ka. Edhe shumica prej tyre, një prej këtyre probleme është që stafi e kalon punën shkaku i vonesave, një prej këtyre probleme, shkaku që ai ka planifikuar ditën tjetër, ose larg familjes dikush e ka mërzime në këtë. Edhe kjo është arsyeja pse këto në me kalimin e kohës janë pengesa për dikon dhe normal ndikojnë. Ndikojnë në stresin e tij, domethënë në lodhjen e tij, lodhja psikike është e tij, sidomos fluturimet e natës. Kiton, unë kam edhe shumë pyetje tjera, por besoj për shkak kohës do ta përfundojna me një pyetje të kisha thënë, me një mesazh të fundit, cili është sekreti i suksesit në këtë rast i juaj, edhe çfarë këshilla do të jepni të rive që ndrojnë këtë profesion? Sekreti i suksesit është që çdo herës në atë moment që dikush ju thotë kjo nuk mund bëhet, ajo është thjesht ai bazohet limitat e veta, jo tuaja, domethënë, ju ndiqni ata ndër. Pa marrë parasysh sa herën mund të jetë. Mund të jetë në çdo aspekt, mund të jetë financiare, mund të jetë bariera shtetërore, mund të jetë çdo aspekt, ose kulturore mund të jetë, po ju vazhdoni këtë ndër se do ta bëni këtë, keni të sigurt rast se vazhdoni të punoni në këtë aspekt. Nuk ndaloni së ulëmtuari dhe nuk ndaloni ndjekjen e hapave të kësaj industrie. Absolutisht jeni të sigurt që do të arrini atje ku. Unë çdo herë ston dhe ta them, unë jam i gatshëm për ato të cilët
duan ta ndjekin këtë ëndër. Jemi gatshëm të jap atë çka mundi nga unë, që ato në të jenë atje ku duan të jenë. Ndoshta të armën të jemi edhe kolegë bashkë me një kuvert fluturimi. Pse jo? Ajo që duhet të them është që në rast se njëherë shikoni fluturimin, edhe këto kur do të jeni do të shikoni nga qielli se atje keni qenë dhe atje duhet të jeni. Kjo është një fakt dhe këtë e kanë thënë shumë ekspert para neve dhe këtë do ta vazhdojmë ne ta themi. Kështu që gjeneratat tona që vijnë pas, apo ato gjeneratat që janë tash dhe kanë një ëndër këtë. Ju them që mos ndalen punën drejt kësaj ambicie, sepse është një projekt I cili kërkon shumë kohë, kërkon angazhim, kërkon edhe të mira financiare, që për mendimin tim nuk është problemi vetëm, mund zgjidhet, pa marrë parasysh se si mund zgjidhet, po asnjëherë mos ndaloni punën, në rast se doni të arrini këtu ku jam unë, ndoshta, po edhe kolegët tjerë. Ndoshta unë ndaj kolegëve tjerë jam shumë më I dobët, shkaku që dikush këtë profesion e bën 3-40 vite. Ndoshta dikush e bën domethënë me breza këtë profesion. Ose te kolegët cilët janë. Po çdo herë jeni të sigurt, çdo kush që ka nis, një herë ka nis nga një ëndër, e cila më vonë e ka bërë realitet. Allahu të ndihmoftë ta. Faleminderit që ishit pjesë e Miftinia Podcast. Allahu xhelalu të dha shëndet të mira dhe të ruajt nga çdo e keqe. Ju edhe gjithë të tjerët. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi të jam. Besoj që ndonjëherë tjetër me pyetje tjera, me sfida tjera do t'ju kemi në dispozicion për të pas në emisionin tonë. Ju faleminderit tani. Patjetër që po, shumë faleminderit edhe për juve. Shpresoj që ky emision do të sillte shikuesit virtyte të mira, njëkohësisht edhe do të sjell informacione dobishme sa I përket kësaj fushë. Edhe njëherë ju falenderoj shumë për ftesën. Shpresoj që do të takohemi ditë të tjera. Shpresoj që do të takohemi edhe në intervista të tjera për ditë më të mira. Faleminderit shumë, faleminderit. Të nderuar vëllezër, këtu është edhe fundi I emisionit Miftinia Podcast. Këtu me mua bashkë ishte zotëri Jeton Jusufi, të cilën e falenderojmë që pranoj ftesën të jetë në Miftinia Podcast deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.